Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje të dashur miq, jemi sot në episodin e radhës me një mik të ngushtë të pushtetit vendor, Gjon Gjona, ish kryetari i Bashkisë PUK, që vjen nga një qytet shumë e bukur, shumë të dashur për mua në fakt, një qytet me histori, me bukuri natyrore, aty edhe Migjeni ka dhënë mësim dhe ka gjetur edhe burim frymëzimi për shumë poezi të tij. Dhe në fakt PUK-a ka ndryshuar shumë, sepse vetë Migjeni ka pasur këto vargje kaq bukura edhe nga ajo përvoja që kishte në atë vend të varfër në PUK, por mund të them me plot bindjen që vitet e fundit PUK-a ka ndryshuar shumë, fal edhe punës suaj. Gjon Gjona është ish kryetar bashkia PUK. Periudha në të cilën ju keni administruar këtë qytet, Gjon, ka qenë periudha që PUK-a pësoi një transformim të jashtëzakonshëm. Ç'mund na thoni për këtë ndryshim dhe sa krenar ju bën kjo gjë? Rrallë parë duhet të falenderoj ju për ftesën që më bat për podcastin tuaj, ku duhet të rrëfejmë ashtu si qashtë gjithë realitetet tona që na rrethojnë, gjë për cilën ne jo vetëm që kemi marrë përsipër në atë kohë gjatë atyne periudhave të 2 legjislacione për të paraqitur si kandidat dhe me vonë kryetar bashkie, po ne duhet të jena të ndërgjegjshëm për të shpjeguar gjithë vjushmërinë e këtij rrugtimi gjatë të vështirë, ku për cilën ne realisht duke u armatos edhe me reformën e 2015, e cila që një armë shnosh që na erdhi në ndihmë, heqi kjo skëzimet dhe na bani ne të veprojmë në përputhje të reja, me një qasje të re, jo vetëm ndaj organizimit e drejtimit, por edhe ndaj e marrëvajtjes punës tonë në shërbimet ndaj popullatës. Gjatë se periudhë ne patëm sforca të jashtëzakonshme, një nivel i ulët arsimor e kulturor kishte përfshirë gjithë këto skëzime, nepotizmi dhe abuzimi me detyrën kishte arrit kulmin, ishte domosdoshmëri, bile mund të ishte ndërhyrja me veçantë që bani qeveria shqiptare për ta ndryshuar këtë situatë. Dhe secili gëzoi një liri më të madhe, gëzoi një performancë më të mirë dhe u vun të gjitha direktivat e qeverisë, objektivat më mirë me thonë, u vun në zbatim. Mirë po kjo nuk mjafton, Juli. Nuk mjafton për një arsye të krejt thjesht. Çdo reformë ka fatin kohor të saj. Ne vinim nga një organizim e drejtimi i komunave jashtëzakonisht i çrregullt, gjë për cilën kishte vështirësi të organizate, të vite shërbimi afër qytetarit e shumë gjëra tjera. Por ajo që duhet ta vlerësojmë secili prej nesh, nepotizmi dhe abuzimi kishte arrit kulmin, nuk kishte kulm më të madh. U do të patjetër që ne me objektivat të shtruar nga qeveria shqiptare, në përputhje me këto, ne duhet bënim një organizim të ri, të jetë sa më funksional, të jetë sa më i efektshëm, të jetë sa më afër qytetarit. Dhe këtë besoj se gjithë ato ish kolegë të asaj kohe, bën një punë të shkëlqyer. Ishte një munë i madh për të kthyr nga ligji më thjesht deri tek më i vështiri. Pa ka pas sfidat e veta, reforma. Megjithatë, puna e administratorit të pushtetit lokal ka ato bukuritë e veta, momente të bukura dhe të vështira. Ju personalisht, çfarë moment të bukur mund të ndanit nga gjithë ajo periudhë gati 8 vjeçare në administrimin e njësisë PUK? Edhe si u ndjet ju kur nuk arritët të fitonit për herë të tretë pas asaj pune të jashtëzakonshme që kishit bërë për njësinë vendore PUK? Ku gabuat? Në rrallë parë, unë duhet të jem shumë korrekt me përgjigjen e kësaj pyetje, e cila më bën të reflektoj edhe të rishikoj veten edhe një herë këtu ballë për ballë me ju, cilat janë anë pozitive gëzimet e mëdha. Gëzimi më i madh imi ishte sepse arrita të formoja një administratë të mrekullueshme 33-jash, ku 70% e punojësve të bashkisë ishte me 33-ja dhe bile kam mbajt mbi supe shumë fymje nga qytetarët se kjo bashkia fëmijëve. Për të çudit kur këto fëmijë ishin nipa mbesa të këtyre qytetarëve. Po ato vetë nuk kishin besim të këto 33-ja.
po unë kisha një Kjo pas besim. ka qenë një risi dhe për të thënë për një kryetar me një moshë Unë relativisht të re. kisha një kënaqësi, unë kisha ka një qenë në sas, i vizionin trajtoja si me kënd pjesëtar, nipa dhe mesat mijat, dhe këtu gjetat më mbështetjen. Mos kujto Jul se ato gjitha i mori punësh, ju e dini vetë dhe po e drejtoni vetë sot, nuk mund të kryhen vetëm pa një pjesëmarrje të tillë gjanë. Unë nuk kam një projekt që kam bërë nga grupi projektimit përveç se me specialista që posa kishin dalë nga bankat e shkollës. Dhe në të gjitha projekte kam fitu. Nuk kam fitu me lmosh, kam fitu me konkurim dinjitës. Dhe kjo më ka kënaq dhe më ka ngrënë shumë. Dhe kjo administrat do kohën e vet, do përpjekjet e veta, do munin dhe dirsen. Kam arrit me jo kultivu, sepse një specialist që nuk e nxen karriken, nuk mund t'i shërbejnë e punës. Pra ato kanë ne me 10 orë, me 11 orë, bashkë me to kam ne edhe unë. Kështu që gjithë këto arritje kanë qenë si rezultat i kësaj administrate, po edhe i times mrena. Por kjo nuk do të thotë që ka qenë vetëm individuale. Jo. Unë kam marrë gjithë kapacitetet e mundshme dhe për këta më vite një gëzim dhe dilsha të nesmen me një energji shumë më të fortë se sa ditëm në përpara. Sepse ishna në unison mendimi e veprimi. Çdo vendimarrje u diskutohet paraprakisht për projekte të ndryshme, anë pozitive e negative, sepse normalisht që po bën një reformë aq të thellë transformuese në infrastrukturë, krijon vetvetiut shqetësim të qytetari, sepse qytetari është kultivu ma të ndjen e hajtë se jam mirë i shto e tjerë. Pra është desh një punë shumë e madhe këmbgulse, pa përjashtu, në mënyrë veç absolute, nuk e përjashtoj ndimen që më ka dhënë qeveria shqiptare në mënyrë të veçantë Edi Rama. Po nuk ju përgjigjet asaj pyetjes tjetër që lidhet Edhe problemi i dytë, duke pa gjithë këta rezultate, pse nuk arriti të fitoje mandatin e tretë? Sinqerisht unë nuk e huma mandatin e tretë me PD-n. Unë e huma mandatin e tretë me PS-n. Dhe krahas PS-s ju bashkangjiten si me mastiç elementat trafikant dhe njerëz pa lidhje me pukën, por thjesht dënin që ato kinin zona influencë, zona fushe, vepruse. Unë as edhe një minut as në momentin e parë, as të funit, nuk u lidha, nuk u bona nuk u bëre pjesë e kësaj. Pjesë e kësaj. Dhe për këta jam shumë i bindur dhe këtë do basha edhe nesër po të konkurroj. Absolutisht. Dhe kështu je i nderuar Absolutisht sot jam kryelar të dalë në qytetin e Pukës, të shetis vetëm apo me shok, nuk mundet njeni me më thonë që ju keni një detyrim këtij komuniteti, ose mu. Me gjitha ta tilla gjana kanë ndodhin e do të ndodhin. Tjetër që gjatë punës ka dhe gjëra që realizon dot. A kam desh në ndërhyrjen më të madhe të qeverisë shqiptare? Po, e kam desh, e kam kërku me çdo kusht, jo për të mbal mosh, po për të mbajtur një nalet, një pengesë këtyre elementeve që jinin me shifra marramense. Dhe kjo joni ende pjesëtar në politik apo thjesht e vëzhgon nga jashtë situatën politike? Unë nuk mund të largohem nga politika, Jul, meqense kam një jetë tanë që merrem me politikë. Unë jam me rrit në Puk, pavarësisht nga lëvizjet pjesore që kam bën në qytetin e Tiranës, por gjithnjë kam pasur parasysh një nostalgji timen që më lidh me Pukën, historikisht qysh mbarimin e shkollës lartë, dhe gjithë vlerat e kapitalit tim i kam investuar atje për zhvillimin e turizmit malor, jo me idenë e fitimit, po se sa me idenë e një pionieri, i cili do të bëhet nesër bashkëkollëtar me shumë tjerë. Si që tregojnë edhe gjanat tjera që kanë zhvilluar aty në Pukë, dhe për mu, politika është pjesë e jetës time. Unë nuk kam një vit apo 2 apo 10, kam disa vite që kontribuj për Partinë Socialiste, jam me gjitha masat e Partisë Socialiste, do më shtes gjithnjë Partinë Socialiste, dhe kur shikoj disa shok që janë ngrit në piramida lart, duke ndryshuar ka 3-4 parti, vetë të më vjen çudi. Në fakt kanë gati 58 ditë dhe ende vazhdojnë një protestë kundër establishmentit në fakt. A qëndrojnë si mendoni ju kërkesat e tyre par këtë në këndvështrimin qytetar, po dhe si ish administrator lokal? Për mua çdo lëvizje është fillim. Dhe ato kërkesat atyne
janë drejt për drejti që kanë të bëjnë me dobësitë e punës administratës shtetërore dhe qeverisë shqiptare. Normalisht ajo që më ban të shqetësohem janë disa individ veçantë, ndoshta me kontroll pa kontroll, kjo është shkalla e organizimit atyre, që kërkojnë domasa dragoniane. Sot nuk mund t'i kërkosh burg X-it dhe Y-it, në një kohë kur ti ke një platformë, ke një motiv për cilën e ngre, dhe këtë motiv du t'a shohësh në vijshmëri nëse partia ka një reagim apo jo. Ajo që me ban të ndjehem edhe unë jashtë kësaj lëvizje, pavarësisht e përkrahit disa pjesë kësaj lëvizjes, është që administrata e shtetit dhe qeveria shqiptare nuk po tronditet 60 ditë. Pra ajo du të merrte përsipër, du të bate një takim urgjent me administratë, me një si bazë qysh në pushtetin vendor, edhe deri tek qeveria.